Faleminderit. Ka pas frima pres gishti, me shëllë nuk. Një tjetër, vëlla, çfarë ka dallim ndërmjet magistrit dhe doktorit? Dallimi është ky. Kurani ka zgot 23 vjet mu shpall. Dhe ky është dallimi. Tash do t'ja shpjegoj. 8 vjet filloria, 4 vjet gjimnazi, 4 vjet fakulteti, 2 vjet magistratura, 3 vjet doktoratura. A i numërut? A bojnë 23? Pra ti duhet, nëse pandesi e doktor i islamit dhe një fen tonë që shduhet, pra ti e doktor. Magjistër është 20 vjet. Dhe më thonë, duhen edhe 3 vjet për mu bo doktor i shkencëve. Pra dallimi është ky. Magjistër është një shkollë që është ma shumë se fakultet, më thonë, është një grad më e nën se fakulteti, kurse doktor është edhe një grad më e nën se magistratura. Kuptut? Pra kjo është. Pastaj koha, edhe ma nën mundi me vazhdu, ka docent, ka akademik, e kështu me.